Gjok Dedes pasi ardhur radha i ofrohet sportelit në të cilin kishte për të marrë një certifikat. Ai me sjelljet e stafit është ndarë i kënaqur. Në rregull, gjithçka është në rregull. Me prit këtë 10 minuta, 15 më tepër jo. Kështu që gjithçka në rregull. A mundën me bëna ndaj dallim moshë politike? Jo, asgjë. Edhe Flamur Qenaj, përpos vrejtjeve që ka për radhët e gjata të pritjes, me sjelljen e zyrtarëve komunal pajtohet se është korrekte. Po nuk është edhe keq, po edhe mirë jo. Për vetën e të pritet shumë. Kështu mirë, nuk ka keq. E në përmuret e kuvendit komunal në Gjakovër janë lajmërimet mbi kodin e mirësjelljes që duhet i përmbahen në punësit civil. Këtë nisme ka marrë drejtori i administratës dhe personelit Armend Vokshi. Sipas tij, këto rregullore janë konform ligjeve në fuqi dhe ndihmojnë komunën në rritjen e efikasitetit në shërbim ndaj qytetarëve. Kemi vendosur në pjesën e madhe të korridoreve ose të zyreve në administratën komunale, por jo vetëm në objektin e komunës, por njëkohësisht edhe në objekte tjera që janë të kadastrës, të urbanizmit, të pallatit kulturës, me qëllim që t'i njoftojmë qytetarët e komunës se cili është kodi mirësjelljes që duhet respektuar nga ana e zyrtarëve. Një nismë e tillë u mor fal vrejtjeve të dhëna nga qytetarët, por edhe pasi vetë personalisht ka hasur në sjellje jo adekuate të nëpunësve. Si rezultati kësaj, neve kemi parë tek disa nga zyrtarët, e sidomos në pjesën ku kanë direkt punë me qytetarin, që ka pasur ose ngritje të zërit, ose mos tolerime, ose diskriminime në racë apo në moshë, dhe si rrjedhojë e kësaj përveç që kemi bërë vërejtje për disa zyrtarë. Prandaj qytetarët e nderuar të komunës së Gjakovës ju vejmë në dije se të gjithë zyrtarët e administratës komunale janë të obliguar t'i përmbahen kodit të mirësjelljes për nëpunësit civil dhe për çdo parregullsi apo sjellje jo korrekte të zyrtarëve komunal, ata mund t'i paraqisni tek drejtoria përkatëse apo në numrat e paraqitura me poshtë të cilët janë pa pagesë.